I dyta është që është me edhe, ka kohë që merre me kontaktet për sportin me Kosovën dhe me Shqipërinë. Çuditërisht them, ka një paradoks shqiptar që na njerë më trondit shumë. Jemi shumë të mirë me Turqit, tu japim kafe falas tuaj, i duam shumë, i respektojnë shumë, dhe pse ata s'na e dim për nder fare, kur vjen puna për njëri tjetrin, kemi një arrogancë dhe një agresivitet të jashtëzakonshëm, jo vetëm parlamenti që bën këto, por në përgjithësi. Dhe fundit që kjo pjesë më ka rënë vështrimi këtë kohë, edhe kur ra flamuri shqiptar në fushën midis ndeshjes Turqisë dhe saj, dhe mori turku quadha shqiptarëve, por ka një frym tani që shkon çik. Këtë doja të bëja, ky është mesazhi. Shiko, mos të bien prej një fryme pro-serbe kudo në element caktuar sa do pak që janë për të ndarë Shqipërinë nga Kosova. Në Kosovë ka filluar hapur të ketë një në pjesë caktuar, po me përqindje jo të vogël, sa kam që në studi është ndeshur, jemi kosovar, jemi dardan, edhe jemi e tjera, prandaj thirrja që jemi aq pak se s'kemi kufi të ndahemi. Jemi të gjithë shqiptarë. I qajmë kur na vdesin njerëzit Shqip, u këndojmë Shqip, bebeve u këndojmë me ninulla Shqip, jemi territori njëjtë dhe s'do na do një rit për qarë. Po ishim bashkë dhe jemi më të fortë. Po, pastor? Jo, më duket se... nga që është edhe pashk, unë do thosha këtë gjë, një mesazh. Krishti e ka mundur vdekjen fuqinë më të madhe të keqes. Nëse unë jem njëri që nuk jam disfatist, unë jem njëri që besoj që është e mundur që me Zotin ti të largohesh vesit të bastit. Po, profesor Shyti tha një gjë shumë të bukur, bëni sport, tha. Pra, 1/3 jetës njerëzit e kalojnë në krevat, pra duke fjetur. 2/3 i kalojnë 1/3 me punë dhe 1/3 është për qef që thot tani bëni çik sport. Pra, mesazhi im është ky, 1/3 e jetës e shpëtoni duke bërë sport, 1/3 e jetës e shpëtoni duke fjet në Dorelan. Flini në Dorelan, me krevat Dorelan, me jastëk Dorelan, me çarçaf Dorelan, me dyshek, me krevat, me abazhur, me gjë. Edhe me rozela që ja. Mundur Dorelan. Me Arkivol Dorelan se kësha me mduar në njerë. Mi u thonë... Arkivol, jo me ta vërë Dorelan. Me kam mikun tim në do t'ja bëj propozit. Po, propozit, pëse s'ka Arkivol të mirë. Edhe me roze. Me roze dhe me oranxhat. E mbyllim këtë ndeshje me një gëzuar nga Lajfiza. Dhe për ata që duan të dërgojnë për pashkët, ortodokse dhe katolike, se kemi katoliket këtë javë, të dërgojnë me Unionet Western Union. Shqiptarët e kanë bujarin. Edhe ungjillorët, krye ungjillorët me pastorin dhe gjithë pastorët e tjerë. Shkojmë në publicitet dhe ju pres këtu në akuzë.